A do të ishe gati të zgjidhje vdekjen vetëm që të mos turpëroje emrin tënd? Kështu bëri një burr që historia e quan Leg Dukagjini princi i maleve. Njeriu që jetoi dhe vdiq për besa dhe nder. Në shekullin 15, Leg Dukagjini sundonte trojet veriore shqiptare, ndërsa Skënderbeu mbante qëndresën kundër Osmanëve në jug. Të dy ishin princa, donjëherë aleat, donjëherë rival, por të bashkuar nga një gjë më e madhe se pushteti dashuria për lirinë. Pas vdekjes së Skënderbeut, Leg Dukagjini mbeti i fundit që ruante kodin e maleve, kanunin, ligjin e pashkruar të besës, nderit dhe burërisë. Por kur Osmanët e rrethuan, ai e dinte se fundi po afrohej. Nuk kishte më ushtri, nuk kishte më shpresë, por kishte ende nderin. Në momentin e fundit, Leg Dukagjini bëri diçka që pak burra do ta bënin. Nuk pranoi të binte rob. Ai e dinte se në duart e armikut do ta poshtëronin, do ta përdornin si shembull frike për popullin. Kështu, ai mori shpatën e tij, e vështroi për herë të fundit dhe zgjodhi vdekjen. Për të, më mirë të shuhet fryma se sa të shuhet nderi. Dhe që nga ajo ditë, emri i tij Suharrua. Sepse përveç princit luftëtar, ai na la diçka më të madhe, kanunin e maleve shqiptare. Një sistem deri që mbajti gjallë shpirtin e popullit ton për shekuj me radhë. Leg Dukagjini nuk vdiq për pushtet. Ai vdiq që fjala shqiptare besa të mos vdiste kur.